Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio me njëherë mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Music Plus në ditën e sotme dhe në këtë moment në studio me mua është bashkuar I ftuari për sot, mjeku veteriner Kristi Morava. Të përshëndes, të falenderoj që mes gjithë angazhimeve gjetë kohën për të qenë pjesë e programit në ditën e sotme. Të përshëndes dhe unë, falenderoj shumë për ftesën. E kam gjithmonë për kënaqësi të vi në këtë emision që ju zhvilloni me goxha profesionalizëm dhe sidomos për të folur për gjëra të cilat lidhen me fushën time dhe të cilat unë kam të përjetuara dhe njëkohësisht të një periudhe të gjatë eksperience që merrem në fushën e mjekësisë veterinare dhe marrëdhënies që njeriu ka me kafshët dhe anasjelltas. Të falenderoj vërtet kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme për të zhvilluar një bisedë shumë interesante, por njëkohësisht edhe për t'u informuar, jo vetëm unë që do të dëgjoj më tepër nga ju, por edhe patjetër gjithë ata që janë duke na ndjekur. E përmenda pak më herët, sot do të ndalemi tek kafshët, por në raport me fëmijët. Prandaj së pari dua të pyes se si ndikon prania një kafshë shtëpiake në zhvillimin emocional të një fëmie, kudo qoftë ai. Normalisht, unë kam thënë dhe në intervista të tjera me thënë të drejtën, trendi I viteve të fundit është që shumë familje kanë bërë pjesë të gjirit të tyre familjar lloje të ndryshme kafshë shtëpiake. Duke përfshirë qenë, mace, hamstera e të tjera, të cilat në vetvete jo vetëm tek fëmijët, por në familje në tërësi sjellin goxha benefite pozitive për sa I përket emocionit, lumturisë, çlodhjes, relaksit, antistresit brenda një familje. Edhe sidomos tek mosha e tretë. Te mosha e tretë, tek fëmijët, tek moshat e mesme të cilët vinë të lodhur nga një ngarkesë ditore në punët e tyre, tek moshat e treta të cilat I kanë fëmijët ose pjesën kryesore të familjes në emigracion dhe janë vetëm, është një motiv për t'u marrë, është një motiv për t'u ngritur nga krevati, është një motiv që ata të bëjnë pak lëvizje muskulare në mënyrë sepse ai duhet bërë. Dhe njëkohësisht sikundër dhe në këto grup mosha, kontingjenti tjetër I cili përfiton jashtëmase shumë nga mbajtja e një kafshe, normalisht me të gjithë kornizën e kujdesit apo të mirave dhe vështirësive që ka mbajtja e një kafshë, sepse nuk është aq e lehtë, përfitojnë fëmijët. Dhe fëmijët gjithmonë sot janë ata të cilët janë shkaku kryesor I marrjes së një kafshë. Janë ata të cilët I kërkojnë prindërve që duam një qen, duam një mace. Madje unë kam pasur shumë raste edhe në klinikën time që shpeshherë mund të kenë gjetur këlysh ose kotele të braktisura dhe I kanë marrë, I kanë sjell prindrit me ndërgjegje dhe me dashamirësim të madhe për t'i ofruar një shërbim për ta parë si është dhe ç'mund të bëjmë në të ardhmen. Pasi u ka ardhur keq dhe kanë dashur që të japin një ndihmë kundrejt këtyre gjallësave pa gojë por me shpirt dhe pa familje. Dhe fëmijët që kanë qenë në krah të tyre kanë imponuar prindrit më pas që babi, mami të lutem ta marrim, ta mbajmë dhe në fakt I kanë mbajtur pastaj. Pra janë ata të cilët I stimulojnë pikërisht bërjen pjesë të një kafshë shtëpiake në familje. Dhe normalisht ka pasur raste pastaj që kanë filluar të mbajnë edhe më tepër se sa një, sepse ato mund të kenë lindur ose mund të kenë marrë të tjera dhe t'i kenë zgjeruar. Kështu që le të themi që fëmijët janë një ndër faktorët kryesor, qoftë kur ata e bëjnë vetë kërkesën, por ose kur ju vjen indirekt si dhurata ditëlindjesh, si shpërblime pas një suksesi në mësime ose diçka tjetër, sjellje të mira si mund të thënë. Edhe që janë dhuratat më të mira, më të vlefshme që prindrit mund të bëjnë për fëmijët e tyre, ndryshe nga ato dhuratat materiale. Është e vërtet, le të themi që fëmijët sot janë për fat të keq, me thënë të drejtën, janë mbi ngarkuar ose në thonjza ngopur nga të gjithë dhuratat materiale dhe ridikuese sepse kur ne kemi qenë të vegjël,
kur merrnim ndonjë lodër ose diçka gëzoheshim sepse merrnim në një periudhë saktuar të vitit. Tani fëmijët i dinë edhe ku janë, i dinë dhe raftet. Pra sot ka qendra tregtare në rajon me mëgjer ku ti i çon shpeshherë edhe për ti gënyer dhe kur i bën një dhuratë lodër apo diçka tjetër çfarëdo që të jetë, thotë, kjo që ishte për shembull në X dyqan ose në X dyqan dhe e din shumë mirë. Sepse kanë kaluar i ka zënë syri shpeshherë dhe nuk ju bën me përshtypje, apo fare mirë mund t'ja blesh të luajnë 1 ditë, 2 ditë dhe pastaj fëmijët sot kërkojnë shumë më shumë nga ç'mund kemi kërkuar ne. Normalisht zhvillimi i tyre është, për mendimin tim, është më i avancuar se sa i shumë viteve më përpara, sepse janë rritur qoftë edhe me një përmbajtje nutricionale në ushqime shumë më të lartë se sa tonën, por dhe në një mjedis në të cilin i imponon që të jenë pjesë të një evolucioni. Ne evoluojmë vazhdimisht, jemi dhe po të shikosh fëmijët sot janë të gjithë, duke filluar që nga paraqitjet e jashtme, fenotipike janë më të bukur, më të mirë, duke sikur raca po përmirësohet, dhe nga ana tjetër po të shikosh janë shumë më të zgjuar. Një fëmijë moshës 4 vjeç mund të kthej përgjigje një të rrituri që ta lërë të shtangur. Ti kërkoj llogari, kështu që ai nuk ngopet sot me gjëra materiale të vogla, megjithëse ato janë një pjesë, por sot kërkon diçka më që ta bëj të jetë ndoshta më përgjegjës ndaj asaj që merr. Dhe ndryshe nga një makinë, ndryshe nga një arush, ndryshe nga një diçka fizike materiale, një gjallës, një gjë që është që mund të falë ngrohtësi, që mund të ketë interaktivitet me fëmijën, siç është një kafshë shtëpiake, qentë apo macet apo dhe mëgjer, është shumë herë më shumë dhe jep shumë herë më shumë satisfaksion kundrejt fëmijës se sa do të jepni të gjitha këto që përmenda pak më përpara. Kështu që zgjidhja sot e prindërve pasi i kanë plotësuar gjitha këto, sepse absolutisht që edhe unë të gjithë që kemi një fëmijë blejmë pothuajse të gjitha, përpiqemi t'ia plotësojmë gjitha këto të cilat brenda mundësive të gjithë secilit këto pjesë materiale, por që kafshët pastaj janë ato që do t'i plotësojnë këtë mangësinë që unë thash, të ngopurën me gjitha këto gjërat. Plus ju do rrisin dhe përgjegjësinë tek ta. Përgjegjësinë patjetër. Unë duke qenë veteriner normalisht unë kam mbajtur të rjetën kafsh dhe aktualisht në shtëpinë time kam 4 qenë dhe 2 mace dhe njëra nga macet, se po kalojnë në muhabet teknik tani, por njëra nga macet unë nuk e sterilizova sepse e lash me iden me qenë se që e bukur me tipare të mira dhe për ta lënë njerë që të linte, lash të linte që të mbaja kotelet pikërisht për vajzën, që të ishin kotele dhe ajo të shikonte kur rritej. Të shikte gjithë procesin. Dhe ajo e përmend shpeshherë. Madje ajo mban mend edhe masja që ne kemi, kur unë e mora të vogël, e mora bashkë me të motrën e saj, me thënë të drejtën, të cilën ja kam dhënë një kolegu, një profesori, dhe herën e fundit kur ma solli në klinikë ky profesori për ta mjekuar për një problem, e mbante mend, është motra e piskës, piska ka macja që kemi që po mjekohet, pra bën një lidhje. Fëmijët patjetër nuk karojnë asnjëherë, janë shumë të vëmendshëm. Dhe jo vetëm që i bën më të ndërgjegjshëm për të sjellë mirë ndaj kafshëve, krijon një vlerësim që çdo gjallës duhet respektuar. Normalisht në këtë rast qentë, macet, kafshët shtëpiake, duke kaluar përtej instiktit ose asaj çka ata janë, në fakt ata bën pjesë të familjes dhe fëmijët i konceptojnë si të tillë. Patjetër. Dhe vetë kafsha e koncepton veten si të tillë, sepse ajo nuk rritet më në terma mjekësor ose biologjik, në tufën e vet biologjike, por rritet në njerëzit. Dhe ajo koncepton që ndoshta familja, por në konceptin e saj kjo është tufa ime, pra unë jam si këta. Kështu që në këtë rast fëmijët përfshihen dhe janë të lidhur me kafshën dhe konceptojnë atë si pjesë të familjes. Dua të pyes doktor, nga eksperjenca jote përgjatë këtyre viteve, a janë bërë njerëzit më të ndërgjegjshëm për të qenë tek një veteriner, për të kujdesur për kafshët e tyre shtëpiake, për të marrë ato këshillat e duhura se si duhet mjekohet, të vaksinohet edhe gjithçka tjetër? Normalisht në të gjitha vitet e fundit dhe me sa shoh unë do të jetë tendencë e në vazhdim në rritje, për këto arsye të cilat unë thash pak më përpara, jo vetëm që janë bërë më të ndërgjegjshëm, por si duket janë bërë edhe pak më të përgjegjshëm, më të dashur, falin më shumë, le të themi, përkushtim kundrejt tyre gjallësave dhe kundrejt kafshëve, të cilat janë pjesë
pa e them gjallësë për ta ndarë si spesë, që një gjallësë jemi edhe ne, se mos keq kuptojmë në term, por jo vetëm që bëjnë ato shërbimet kryesore për kujdesin parësor të larat, të ushqyerat, ushqimi është baza, por janë të interesuar deri në shërbimet maksimale që mund t'i ofrohen, qoftë vaksinime, qoftë trajtime, për të thënë të vërtetën me gjendje të mirë ekonomike dhe me gjendje jo të mirë ekonomike. Edhe ata të cilët mund të kenë gjendje vështirësi ekonomike deri diku prap në momentin që marrin një kafshë përpiqen me aq sa munden, normalisht edhe ne i mirë kuptojmë që të bëjnë shërbimet kundrejt kafshës. E para njëherë mendojnë që po them një term popullor e cila është baza e asaj çka fshihet brenda logjikës dhe zemrës së tyre, që kryesisht është ai termi që përdor populli, o mbaje mos e mbaj hiç, pra po e more do të kujdesesh. Kështu që në këtë rast ata e ndjejnë përgjegjësinë që ajo është një gjë me xhan, me shpirt dhe që duhet në momentin që e marrin, pastaj nuk e abandonon dot më, dhe i bëjnë këto shërbimet e para deri në shërbimet kirurgjikale pastaj të cilat ato do të kenë, sepse normalisht një ndër shërbimet më të rëndësishme është dhe sterilizimi në mënyrë që mos ketë lindje të pakontrolluara, shtim në mas pastaj, sepse ai është burimi kryesor. Normalisht ne si vend përpiqemi, ndoshta baza ligjore duhet rregulluar pak, por vende fqinje si kundër Greqia kanë me ligj që ty nuk të lejon njëri të mbash kafsh të pa sterilizuar. Sepse ti mund ta bësh sterilizimin, por një komshi se bën lind dhe pastaj i lëshon ato përsëri dhe kemi praktikë dhe kemi mbi popullim. Kështu që në këtë rast është e vërtet, njerëzit janë bërë më të ndërgjegjshëm dhe ajo çka është me vlerë është fakti që këtu i kthejmë përsëri një shprehje që mënyra se si ata trajtojnë kafshët është mënyra se çfarë fshehin brenda shpirtit të tyre pastaj. Kështu që një njeri i cili kujdeset ndaj kafshës është e sigurt që është një vlerë dhe një njeri, një qenie e cila është dhe e denjë, e dashur me dëmshuri, me gjithë vlerat dhe cilësitë më të mira humane kundrejt gjithë të tjerëve, ndryshe nga njëri që mund të bëj veprime jo të pranueshme, jo të hijshme deri në ekstreme kundrejt një kafshëve. Edhe le të mos harrojmë që ne si të rritur jemi një shembull shumë i mirë edhe në këtë aspekt kundrejt fëmijëve, se si duhet trajtuar një kafshë, se si të kujdesemi për to. Absolutisht po. Si në shumë gjëra të tjera në jetë. Fëmijët në këtë fazë, fëmijët në moshat e para deri në 6-8 vjeç janë truri i tyre është një sfungjer i madh që vetëm thith. Edhe imitues. Dhe imitues. Dhe bazohet mbi krijimin e aftësive të reja, perceptimin. Unë nuk jam i fushës, por për aq sa mund të mendoj dhe të kem lexuar unë, memorien, veprimet e kushtëzuara dhe ripërsëritjen e tyre. Kështu që në këtë rast ata duke na imituar ne dhe duke kuptuar në ato vlera që ne bëjmë, kuptohet që do të brumësohen me vlerat më të mira ndaj kafshës dhe rrjedhimisht në mënyrë indirekte pastaj i bëjmë dhe njerëz më të mirë për shoqërinë në të ardhmen. Vërtet. Një njeri, qoftë i rritur, qoftë fëmijë që ditë të sillet ndaj kafshës, është e pamundur mos ditë të sillet pastaj edhe ndaj me të ngjashmit e vet. Kështu që kjo është absolute. Dhe duhet mbetëm sërish tek fëmijët. Në ditët e sotme, duke qenë se ju jeni edhe print edhe nga ajo që shohim në realitet, gjithmonë edhe më tepër fëmijët janë të fokusuar tek teknologjia. Prandaj, a mund të ndihmojë një kafshë shtëpiake një fëmijë për ta larguar sadopak nga përdorimi i tepruar i teknologjisë, dhe cila do të ishte një mënyrë e mirë? Normalisht në rast se thurim në këtë pyetje cilësitë të cilat fëmijët përfitojnë nga mbajtja e kafshës, automatikisht ata mbrohen, krijohet një barierë kundrejt teknologjisë së tepruar. Normalisht në rast se do të sjellim në familje një kafshë, sikundër unë thash në pak më përpara, e para njëherë që do të përfitojë fëmia, sikundër e shpjegova deri më tani, do të jetë ai suporti ose do të jetë ajo mbështetja, ajo inkurajimi emocional kundrejt tij, që do ta bëjë atë të jetë gjithmonë një fëmijë që do të ketë me se të merret, do të ketë të kuptojë ç'është dashuria, ç'është mirësjellja, të kuptojë përgjegjësinë, pra që do të ketë kundrejt kësaj kafshë, por më e rëndësishmja është ndjesia emocionale. Ndjesia që marrëdhënia me gjërat e gjalla është shumë më e mirë se sa marrëdhënia me gjërat teknologjike, me gjërat inerte, me gjërat jo me jetë. Kështu që kjo është e para. Më pas kuptohet, sikundër thash, është dhe përgjegjësia. Përgjegjësia sepse
fëmia duke pasur një kafsh në shtëpi, asaj duhen për disa shërbime. Kështu që në këtë mënyrë ti do ta shkëputësh. Pra në atë moment të ditës që ai mund të dojë telefonin, fare mirë mund t'i thuash, është momenti që duhet të lajm pupin, duhet të lajm qenin. Dhe ai gëzohet në fakt. Dhe ndonjëherë mua edhe në klinikë kur më thonë që të lejm qenin për të lar, gjithmonë ju inkurajoj që po mirë bëni në shtëpi këtë punë, pse ja t'jap një shampo dhe lajni në shtëpi. Pavarësisht se un kam detyrim t'i ofroj gjitha shërbimet, por duke e bërë me fëmijët, duke i futur brenda një aktiviteti të tillë, ata automatikisht janë të shkëputur. Më pas do të shikojnë që do të kenë kaluar një pjesë të ditës, sepse pikërisht teknologjinë do ta duan në një periudhë kur ata nuk kanë aktivitet. Në momentin që ata kanë aktivitet, nuk ju duhet teknologjia. Normalisht, unë që flas, edhe unë vajzës time e kam dhënë teknologjinë. Shpeshherë ja u japim telefonin me idenë që okay, do shikosh, po do të shikosh ato që do të them unë, deri këtu është pak e reduktuar efekti se përrirësh që ti zgjidhësh në YouTube disa materiale të cilat shpeshherë ndonjëherë janë edhe deri diku të mira, sepse ju tregojnë si funksionon jeta, si bie shiu, si lloj-lloj materialesh të mira, por pastaj ata kalojnë përtej këtyre materialeve të mira dhe ti pastaj ke humbur kontrollin. Pra në një moment mund t'ia plotësosh një tek të kësaj teknologjisë, duke i dhënë vetëm kaq, ne nuk i shmangim. Dhe nuk i shmang dot, absolutisht jo, sepse kur ta lëm dhe ne do ta lënë ata, ne as ne shkëputem dot nga telefoni, kështu që ata na shikojnë ne, por që fare mirë mund të bësh të kuptoj që ky nuk është aq i rëndësishëm sa ç'është ky aktiviteti që do të bëjmë tani. Edhe nuk ju fal të njëjtën kënaqësi. Absolutisht jo. Një shumë kënaqësi. Nga ana tjetër, në rast se do të vazhdojnë në përfitimet psikologjike që automatikisht dhe sociale që ata përfitojnë nga mbajtja e kafshës indirekt shmangin teknologjinë, do të jetë aktiviteti, kjo që thash. Përveç se larjes, mund të jetë momenti që ai qeni duhet të dalë 3 herë në ditë xhiro. Pasi del, ti do je detyruar të bësh një shëtitje dhe njëkohësisht të shkosh deri në largimin e mbetjeve që ai do të lërë në mjedis. E bën të përgjeshëm, e bën të mbrojë mjedisin, e bën të konceptoj diçka më tepër se sa thjesht bota e telefonit. Ndoshta ai mund ta shikojë këtë në një video që mund të jetë në YouTube, por absolutisht që nuk e memorizon dhe nuk e përfiton si aftësi në rast se nuk e praktikon. Kështu që në këtë rast mbrojtja e mjedisit do të jetë nëpërmjet aktivitetit që do të bëj qoftë edhe me kafshën. Tani kam mjete nga më të sofistikuara, të gjithë ripat e kafshëve kanë nga një si xhep të vogël ku lihen disa qese të vogla që mund të largosh jashtëqitjet, kështu që ti e bën atë koshient, e bën të përgjeshëm që kjo kafsha ka disa shërbime që duhen bërë, e bën njëkohësisht të bëj aktivitet fizik, e bën që të dalë jashtë shtëpisë, e bën që të dalë jashtë telefonit, sepse normalisht ose do duhet të japësh telefonin, ose do duhet ta çosh në këndet e lojrave, që edhe ajo është pjesë tjetër absolutisht që duhet çuar, por pjesën që mund të mos e kesh në kopësh, në shkollë apo kur ai fillon mërzitet, fare mirë edhe mund të jetë. Edhe me fiton disa aftësi që nuk do t'i fitonte në asnjë lloj aktiviteti tjetër. Absolutisht jo, absolutisht po, ndjes. Pikërisht sepse edhe në çdo mjedis që ai gjendet, këtë mund ta sqarojmë më mirë të fushës, por për aq sa më takon mua, ai përfiton aftësi të ndryshme. Në momentin që është me fëmijët e tjerë, do të përfitojë interaktivitetin midis të njëjtës qenie që ne jemi, midis si sillet me njeriu, sepse edhe aty fëmijët tani fillojnë që në kopësht që të kenë mbi ngarkesa. Po. Jo si vishen, jo si ben, jo më bëri shoqe, jo s'më bëri shoqe. Është e njëjta gjë. Jo, fëmijët që tani fillojnë të ndiejnë konkurrencë. Edhe më duket pak sa e habitshme dhe shumë e habitshme, shumë e çuditshme. Çuditshme sepse ne kemi qenë tjetër brez dhe nuk i kemi kaluar të paktën kaq herët këto faza. Ata mund të jenë fëmijë 4-5 vjeç, por që truri i tyre fillon të funksionojë shumë herë si miritur. Kanë konkurrencë. Kështu që në këtë rast kjo do t'i mbingarkoj pak. Përfitojnë jashtëmase, nesër do të bëhen të aftë në shoqëri duke u sjellë me njëri tjetrin, por nga ana tjetër mbingarkojnë. Edhe do duan diku ku të gjejnë pak suport emocional, ku të gjejnë pak shkarkesë emocionale. Ne jemi të rritur dhe kur merresh me një kafsh që nxjerr një xhiro, apo kur të përkëdhelet e tjera të shkakton çlirim hormonesh të tilla të cilat të lumturisë, të cilat të relaksojnë trupin, të relaksojnë mendjen, dhe jo më një fëmijë i cili e ka më së të nevojshme. Dhe po ashtu pastaj shumë e rëndësishme është edhe
suporti që i jepet zhvillimit të tij, qoftë fizik, qoftë mendor. Shpeshherë sot ka lloj-lloj teknologjish, lloj-lloj aplikacionesh, lloj-lloj metodash, blogeresh, specialistesh, psikologesh, të cilat lodrash të cilat rritin aktivitetin fizik tek fëmijët. Në fakt, ky aktivitet fizik fare mirë mund të përforcohet, ky zhvillim se aktiviteti fizik është dhe më i gjerë, por zhvillimi te televizorit, tek perceptimi, tek ndjesit mund të bëhet fare mirë edhe nëpërmjet mbajtjes së një kafshë, një mace, për shembull një kotele, një lepur, fare mirë mund t'i bëjë ata të reagojnë, të ndjejnë kur duhet të triqen, të ndjejnë si është të përdorësh gishtat për të perceptuar lloj të ndryshme ndjesish dhe perceptimi mjedisor, apo njëkohësisht edhe të kuptojnë se si ndërveprojnë me mjedisin, jo vetëm me njerëz, por me kafshë me të tjera. Kështu që ka jashtëzakonisht shumë përfitime. Por, sikundër thash, ajo çka ata i bën e fundit në cilësitë të cilat automatikisht do të shmangin teknologjinë, është dhe shoqërimi. Po. Do të keni shok, ata i quajnë shok. Qeni në shtëpi, macja në shtëpi, është shok, shoqe, është pjesë e familjes, kështu që mund të shkojnë kudo dhe t'ju flasin dhe moshatarëve të vet pikërisht për atë shokun e mirë që ata kanë, se si luajnë bazdite, se si përfitojnë nga njëri tjetri, se si mësojnë një veprim, se si u soll e tjera, kështu që ka gjithë këto cilësi emocionale, sociale, psikologjike, të cilat automatikisht në mënyrë indirekte ndihmojnë jashtëmase shumë në shmangjen e varësisë ndaj teknologjisë. Së tepruar, sepse 100% nuk është. Sepse edhe po nuk ja u dham, edhe po nuk morën vesh pa nga teknologjia, do ngelen pas nga shoqëria, nga pjesa tjetër, kështu që është kjo balanca e cila është gjithmonë e vështirë për të arritur, si në çdo fushë, ajo e mesme e artë, edhe në këtë rast, patjetër ne nuk mund t'i shmangim totalisht nga teknologjia, por duhet kemi atë kujdesin për mos e tepruar. Absolutisht po, është e vërtetë. Për të mos e keq përdorur atë. Është e vërtetë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe më tepër tek tema që jemi duke trajtuar, por do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore, vjen Gloria Nure dhe rikthehemi vetëm pas pak me mikun veteriner Kristi Morava në valët e Radio Manuel për gjatë programit Muzik Plus. Por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbretën, sondimtari kombeve, i cili mori trajt shërptori, dhe vdiq që ne të gjejmë shpëtim. Shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni. Fuqishmi është heroi, nga zgjedhja dhe vdekjes na çliro, me Jezusin e s'kemi frikë më. Shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai
është kampioni, fitimtar. Ai është kampioni, fitimtar. Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë bisedën në ditën e sotme në një temë e cila është vërtet shumë interesante për të trajtuar, pse jo për të përcjellë edhe më tepër informacion për gjithë ju që jeni duke na ndjekur. Prandaj duhet të të pyes në këtë moment e Kristja, ka ndonjë dallim në ndikimin që kanë për shembull kafshë të ndryshme, të pasurit një qen, një mace, apo edhe kafshë të tjera të vogla tek fëmijët, si ndikon secila prej tyre? Apo e rëndësishme është që ne të kemi një kafshë dhe Normalisht janë disa specie të cilat mund të mbahen si kafshë shtëpiake, sikundër, e thash pak në fillim. Kryesisht janë qenë macet, mund të mbahen këto të gjinisë të hamsterave, këto kavjet, Guinea pigs, apo mund të mbahen ndoshta lepuj, pula, kanarina, zoq të ndryshëm. Pastaj në ato ekstremet që mund të mbajnë disa individ të cilët mund ta kenë të përshtatur me profesionin ose me karakterin e tyre të rritur, që mund të jenë amfibët, qoftë breshkat janë okay për fëmijët, por këto breshkat e ujit, insekte deri në gjarprind kanë filluar sot, këto nuk janë për fëmijët, por ngelemi te klasa e parë. Normalisht qent, macet, lepuj që mund të mbahen më tepër janë ata të cilët do t'i plotësojnë gjitha këto cilësi që ne tham tek fëmijët, por për t'ju përgjigjur pyetjes normalisht ka diferenca midis tyre, sepse kjo ka të bëjë me karakterin e atyre si kafsh. Normalisht ndryshe sillet një qen, ndryshe sillet një mace, ndryshe sillet një lepur. Kjo ka të bëjë me aftësitë e kafshës për të përfshirë në një mjedis dhe për të përfituar nga ky mjedis dhe për të ndërvepruar me një qenie tjetër sikundër janë humanët. Në fakt, kjo është dihet dhe është që prej herët që kafsha e cila bën më shumë interaktivitet dhe është më besnikja, sikundër e din, është qeni. Pra qeni do të ngelet gjithmonë në majt piramidës për sa i përket marrëdhënies që do të krijojë me familjen ose edhe me fëmijën. Normalisht edhe brenda qenit pastaj në raste do të ndajmë midis llojeve, racave të ndryshme. Ka dallime të tjera. Ka dallime edhe atyre, sepse kjo do të varet qoftë nga karakteristikat parsore, si kundër mund të jetë madhësia, përmasat, energjia që kanë, kështu që jo çdo kafsh mund të plotësojë të gjitha këto cilësi që tham. Pra në rast se do duam që një fëmijë të merret, një fëmijë 4 vjeç, 3 vjeç, 5 vjeç, nuk mund të japim të mbajë për dorë një labrador, një rottweiler, pavarësisht se ata në rast se mësohen janë shumë herë më të butë, por ata kanë fuqi. Apo të japësh një pastor melinos, i cili belg melinos, i cili është një qen jashtëzakonisht shumë energjik. Ai nuk shtron kurrë nga energjitë, kështu që prindrit duhet të dinë se cilën duhet të përshtasim për atë kërkesat e tyre. Në rast se do të flasim për një kafshë e cila do të jetë kafshë shtëpiake, ku funksion shpesher për të qenë korrekt në fjalinë time, shumë veta mund t'i marrin edhe për t'i mbajtur në oborret e vilave ose sepse ata nga karakteri janë qenë të cilët do ta pëlqejnë më shumë të rinë në ambient, të vrapojnë, të bëjnë, se sa mund të ri brenda një dhome që mund ta kthej shtëpinë përmbys. Kjo specia, kjo raca që unë thash, i cili para pëlqen të vrapojë, nuk lodhen asnjëherë, domethënë janë është thjesht e pamundur ta mbash në një ambient. Ndoshta me përjashtime, por në shumicën e tyre janë tepër energjik, të treqin. Kështu që nuk mund të plotësoj këto cilësi kundrejt një fëmije. Fëmia do të trembet në këtë rast. Pavarësisht se ai mund të jetë i dashur, mund të jetë një qen shumë i shkëlqyer, shumë i mirë, por që ai ka energji dhe fëmia nuk do të përfitojë asgjë, madje do të humbas në këtë rast. Kështu që në këtë rast, prandaj merren, kur duam të ja japim një fëmijë, kryesisht merret çikëlysh që të jetë paralel me fëmijën. Ti s'mund të absolutisht nuk merren qenë të rritur, zakonisht kur marrin këlysh, sepse duke qenë i vogël edhe ai ka ato nevojat e veta si këlysh, nuk ka të zhvillimin në një qeni të rritur dhe rritet bashkë me fëmijën dhe fëmia përfiton këto që tham. Por nga ana tjetër,
qeni do të rritet shumë shpejt, shumë herë më shpejt se sa ritmi i rritjes së fëmijës, kështu që në një moment caktuar kur fëmia të jetë një vit më i rritur, qeni do të jetë pothuajse i rritur. Do të jetë në atë moshën e tij të adoleshencës, së kafshës, që do të jetë tepër energjik, deri sepse nga këlysh është një periudhë nga 3-4 muaj deri në një vit që është super hiperaktiv, ka atë energjinë atyre djemve të vegjël, cilët vetëm vrapojnë në përparqe ose po të shikosh në këndë lojrash, dhe në këtë rast edhe fëmia është rritur, por këtu mund të përfitojë nga këto që tham, por duke qenë një qen i cili do të jetë shumë hiperaktiv nga vetë raca, atëre çdo dhe këtë faktor, fëmia nuk do të ketë asnjë përfitim. Kështu që do duhet të dim se çfarë racash duhet të zgjedhim kur flasim për këtë pjesë. Tek fëmijët më shumë janë raca të vogla, qenë të vegjël, që mund të mbahen në shtëpi, që janë të kontrollueshëm, apo qenë të cilët janë provuar, të cilët janë lozonjar dhe shpeshherë nuk kanë atë energjinë e jashtëzakonshme të këtyre racave që unë përmenda, ku këtu mund të përmend labradorët, golden retriever, që pavarësisht se janë qenë të mëdhenj, merren këlysh dhe pastaj do të bëhen të mëdhenj, por që nuk kanë këtë energji, nuk kanë këtë, ndoshta ndonjëherë, sepse ne harrojmë ndonjëherë, por për të qenë korrekt, kur ata të rriten do të veprojnë ndonjëherë dhe me instinkte. Dhe disa raca kanë një instinkt shumë herë më të fortë se disa të tjera. Kështu që këto raca, ose për shembull këto qenë të beaglet, janë disa qenë të vegjël të familjes qenëve të gjaut, të cilët janë tepër të zgjuar, veprojnë jo aq me instinkt, ose qenë të vegjël, të cilët racat e vogla, të cilat edhe po të veprojnë me instinkt, prapë ngelen të vegjël dhe janë të kontrollueshëm. Kështu që në këtë rast qeni do të jetë i pari që do të mund të jetë të plotësojë gjitha këto vlera që tham kundrejt fëmijës, por dhe brenda kësaj specie duhet të dim të zgjedhim se cili është momenti që mund të japim fëmijës përgjegjësinë për të marrë me kafshën në mënyrë që të përfitojë të gjitha ato që tha më përpara. Sepse ai fare mirë, ai mund të ndodhe kundërta. Mund të ndodhe kundër. Mund të mos doj fare të merret. Mund të friksohet dhe mund të mos afrohet dhe të ketë kontakt. Tjetër pastaj vjen macja. Macja është shumë e lehtë për të menaxhuar, i jep fëmijës një macë mirë, e urtë, e sjellshme, është shumë e mirë për ambientet të brendshme familjare, kur nuk duam që të bëjmë gjithë këto aktivitetet e tjera që unë thash, larje, nxjerrje xhirosh, pastrime e tjera, të cilat edhe këto kanë vlerën e vet, por macja do të jetë një opsion i dytë. Normalisht nuk krijon atë lloj besnikërie ose sinqeriteti që mund të krijojë qeni me njeriu. Macja gjithmonë do të ngelet deri diku, nuk do ta ul kur veten, pra ju jeni këtu, më përkëdhelni, më jepni ushqim, unë ju lej që dhe juve të përfitoni nga këto cilësitë e mia. Por që unë jam vetja ime dhe të lutem më lini rat, pra kur nuk do ajo nuk të, ndërsa qeni do të jetë gjithmonë ai që gjithmonë do të shikojë kështu si perëndi. Dhe kjo është e vërtetë, se janë edhe meme për Instagram e këto rrjete sociale në lidhje me qenë dhe macet. Por që mund t'i plotësoj tek fëmia këto që tham. Macja do të krijojë gjitha këto vlera që tham, sepse qëndron gjithmonë në ambient me fëmijën, jo se qeni mund të mos qëndrojë, por është më e vogël, sidomos kur janë mace të urta të mira, dhe normalisht sepse ka dhe ndonjëherë me karakter, si kundër janë dhe njerëzit, ka dhe mace që janë me karakter pak të ashpër dhe s'telen ti përkëdhelësh e ti bësh duan në ti qetësinë e vet. Edhe këtu shumë e rëndësishme është zgjedhja e racave të ndryshme dhe e gjinive të ndryshme, kryesisht femrat priren të jenë, gjinia femër priren të jenë më të urta se sa meshkujt, por dhe anasjelltash, dhe pastaj shërbimet e këto që kundër thash sterilizimet, cilat do t'i bëjnë ata më të urtë që të jenë kundrejt fëmijës. Dhe ajo pastaj që mund të mbahet janë dhe lepujt, pavarësisht se po pëlqejnë gjithmonë edhe tepër. Pëlqejnë sepse ata kanë më pak nga këto shërbime që tham, dhe sepse unë thash që gjitha këto shërbime i rritin fëmijës të gjitha këto përgjegjësitë dhe të gjitha këto të mirat emocionale dhe karakteriale në kundrejt tyre, por kanë dhe lodhje dhe prindrit ndonjëherë stepen pastaj tani një avaz do ta nxjerrin ta bëjmë, kështu që deri diku edhe ata mund të lodhen. Lepuri përsëri i sjell këto përgjegjësi dhe këto vlera fëmijës, por ngelet i treti në listë nuk mund të sjell kundrejt, nuk mund të krahasohet me interaktivitetin që ka qeni apo macja.
Kështu që në këtë rast është e dorës pak më poshtë, e një vlere më të ulët, por që fare mirë mund të jap. Këtu nuk ka të bëj raca pastaj se çfarë zgjedh, sepse ata ditë lepo i ngelin. Mjafton të hajnë dhe rinë aty rreth rrotull, por nuk kanë shumë interaktivitet, por përsëri i bëjnë fëmijët të kenë dhe të përsojnë vlera të ndryshme nga mbajtja e kafshës. Kështu që për ta përmbledhur, qeni është i pari, pastaj vjen macja dhe lepujt, në mendimin tim, mund të mbahen dhe hamsterat, por ata janë në botën e tyre brenda një kafazi, madje aty për shembull ne edhe mund të ndikojmë për keq, se mund është kjo ide e kafazit e mbylljes, kështu që deri diku ngelemi këtu te 3 të parat për mendimin tim, dhe midis 2 të parave qenëve dhe macave duhet të dim të përzgjedhim midis racave që mund të përshtaten për fëmijën dhe midis karaktereve të kafshës që do të zgjedhim, kryesisht duke parë tiparet e nënës ose babait nga ku kanë lindur, për të menduar se si do të jetë. Dhe shumë e rëndësishme ka të bëjë dhe me edukimin që prindi pastaj do t'i jap kafshës në marrëdhënie me fëmijën, sepse sikundër thash mund na kthehet bumerange, ka shumë fëmijë pastaj të cilët mund të krijojnë edhe frikë dhe fobi. Dhe nga eksperjenca juaj për gjatë këtyre viteve, cilat mund të përmendur disa nga gabimet më të zakonshme që bëjnë prindrit teksa marrin një kafshë në shtëpi, cilat mund të jenë disa që i ke hasur edhe teksa vinë në klinik, marrin shërbimet e duhura? Normalisht unë përmenda pak, një ndër gabimet do të jetë zgjedhja e kafshës dhe e racës jo e dur. Tjetra pastaj do të jetë trajtimi jo i dur. Mënyra se si ata duhet që të përfitojë fëmia nga kafsha, duhet që prindri ti mësoj të dy. Në këtë rast do të mësoj si të sillet fëmijën me kafshën, por dhe një kafshë që është këlysh duhet të mësohet me disa gjëra. Duhet të mësohet sepse është fiks si një fëmijë, duhet të di dhe ai ku ka gabimet e veta, ku duhet të ndot të bëj shërbimet, kur duhet të ushqehet, sikur të ushqehet një fëmijë mëngjesi dreka darka, mos jenë ndërkohës duke ngrënë, sepse do të fillojnë pastaj që të bëhen shqetësim dhe nga ana tjetër të dinë dhe se si të reagojnë, që të mposhtet deri diku instikti, sepse fare mirë mund të ndihen në momente të caktuara, të ndihen të rrezikuar, të ndihen të kërcënuar dhe mund të veprojnë me sjellje jo të hishme. Pra kafsha do të veprojë me instinkt. Asnjëherë nuk duhet unë merrem tërkohës, ata na falin sikundër thash gjithë këtë relaks, gjithë këtë dashuri, por duhet gjithmonë të kujtojmë që në një moment të caktuar, ndoshta jo për faj të kafshës, por për faj të rrethanës në të cilën kafsha është gjendur, fare mund të veprojë me instinkt. Jo rallëherë ka raste të cilat ka vepruar me instinkt. Dhe në këtë mënyrë dhe pastaj i ndihet fajtor. Ka shumë raste ku kafsha ndihet fajtor, por që shumë vonë sepse do të krijojë një ftohje pastaj kundrejt fëmijës, po ashtu edhe tek prindi i cili te i rriturit dhe do ta shikojnë me këndvështrim tjetër. Tjetra pastaj është, kjo vjen nga faza e parë do të jetë që të përzgjedhja dhe më pas të edukimi. Pra duke zgjedhur një racë që do t'i përshtatet mjedisit familjar dhe fëmijës, duhet të dinë edhe si ta mësojnë ta edukojnë për këto gjëra që unë thash. Kur bën një gabim, ku duhet të ndot, kur duhet të ushqehet, kur i ka oraret e xhiros, etj, të cilat e bëjnë atë që nesër të jetë një qen i urtë. Jo rallëherë un kam pasur dhe kam në klinik edhe qenë të cilët janë shumë të dëgjuar, nuk e ke iden sa të dëgjuar janë, domethënë perceptojnë edhe kur i shan, dhe kjo ka të bëjë me marrëdhënien që kanë pasur ata në familje. Disa prej tyre kuptojnë edhe mërziten dhe disa prej tyre nuk kanë vepruar kur, unë i kam ndjekur që të vegjël edhe kur janë rritur, po mbën 4 vjet me këtë profesion dhe nuk kanë pasur kur asnjë reagim jo të dur. Sikundër kanë pasur dhe raste, ka dhe raste të cilat ka të bëjë me karakterin, me racën, ka të bëjë dhe me mënyrën se si janë trajtuar, të cilët nuk dinë limitet. Dhe shpeshherë tentojnë edhe të kafshojnë. Kështu që në këtë rast duhet të kemi kujdes që prindrit të mos bëjnë gabimin e mos përzgjedhjes së dur të kafshës dhe e mos edukimit të dur të kafshës. Unë ndonjëherë kur mi sjellin këlyshit tem do ta qortosh si kundër qorton një fëmijë. Pra, shpeshherë harrojmë që ndonjëherë nuk i qortojnë fare. Kur them qortim do të thotë një ngritje zëri, do të them një si sillesh me fëmijën. I tregon limitet. Kështu që dhe në këtë rast është e njëjta gjë, në rast se do të duash që nesër të ardhmen të kesh një kafshë shtëpiake që të jetë pa asnjë lloj problemi dhe mos veproj kur një instinkt, fillimisht duhet të bësh këtë fazën e edukimit. Shpeshherë
Ka dhe profesionist tashmë që bëjnë trajnime afatgjata, të cilat edhe këto rasat që unë thash që janë hiperaktiv bëhen të edukuar, bëhen me regjim se ke i den. Kështu që kjo ka të bëjë me përkushtimin e prindit. Kështu që e para do të jetë gabimi që bëjnë është që e marrin dhe pastaj lozin disa herë dhe okay, e mos e i mori fëmia këto që duhet të merrte, ja u socializua, ja u bëm i dashur, I ofroi ushqimin, u kujdes. edhe kur fëmia shikon që prindi e le jashtë planeve të veta, kafshën edhe ai e le pastaj. Dhe kthehet aty ku tham, te teknologjia, tek mbyllja, tek rrjetet sociale, Edhe ndonjëherë edhe më keq, sepse edhe më keq. Tregon që nuk ka rëndësi. Shumë e rëndësishme pastaj që mos ndodhen gabimet të ardhme është që të dinë të lexojnë deri diku gjuhën e trupit të kafshës. Sot ka material në internet sa të duash, ka video tutoriale në YouTube, ka materiale, ka artikuj, ka shkrime nga lloj-lloj burimesh të ndryshme, të cilat të mësojnë se kafsha ndonjëherë për arsyet e veta mundet që të mos jetë në atë gjendjen e vet që mund të ofrojë relax, lojë, çlirim, por mund të jetë smur dhe nuk do që ti ta prekësh. Kështu që duhet të dinë të lexojnë. Ndoshta veshët e varur, bishti i futur poshtë këmbëve, e të tjera, një trup rigjid, i sforcuar, janë disa shenja të cilat ajo nuk është mirë. Ti nuk mund ta marrësh një kafshë në këtë gjendje të luash apo ta çosh fëmijën direkt. Kështu që duhet të di të vlerësoj. Është fiksi njëri, një fëmijë i cili është i sikletosur nuk do të luajë me fëmijë të tjerë. Është e njëjta gjë. Kështu që në këtë rast, gabimi i tretë është njohja e gjuhës, së trupit të kafshës. Normalisht, kjo pastaj do të shmangë këto sjelljet jo të mira që mund të vinë pasi kafsha të ndihet e kërcënuar. Ajo vet ka një siklet, vet ka dhimbje, i shtohesh dhe ti që i kërkon diçka jo normale në atë moment dhe do të kesh një reagim jo të mirë, jo të pëlqyeshëm. Tjetra pastaj do të jetë shumë e rëndësishme tani pavarësisht se ushqimin e thash dhe pavarësisht se i duam dhe i duhen dhe mbahen shumë e rëndësishme tek fëmijët, tek marrëdhëniet me fëmijët dhe higjiena, sepse pavarësisht se i bëjmë shumë shërbime, nuk duhet të harrojmë asnjëherë që përsëri ne jemi dy specie të largëta, por mund të shkëmbejmë me njëri tjetrin agent infektiv të ndryshëm. Edhe kësoj, jo për fajt e kafshës, ajo gjora nuk di gjë, nuk koncepton gjë, jemi ne ata të cilët duhet ta vlerësojmë, deri ku shkon risku i këtyre. Kështu që higjiena është shumë e rëndësishme dhe fëmijët duhet kuptojnë gjithmonë, edhe unë ja u them kur më vinë në klinik, që pas çdo marrëdhënie lozonjare fëmijët që mund të bëjnë kontakti fizik duhet të bëjnë gjithmonë, duhet të kenë parasysh higjienën, larjen e duarve, të fytyrës. Normalisht absolutisht shumë e rëndësishme kjo pjesë deri në momentin që veterineri nuk ka bërë shërbimet profilaktike për trajtimit e parazitëve të brendshme të jashtëm dhe më pas janë bërë trajtimet përsëri, pavarësisht se qeni konceptohet ose macja konceptohet i sigurt, përsëri duhet kjo pjesa e higjienës para prindrit gjithmonë nuk duhet ta neglizhojnë këtë pjesë. Edhe le të mos harrojmë që fëmijët, sidomos më të vegjëlit, futin gjithçka lehtë në gojë, ushqime të ndryshme. Ndonjëherë shikoj video të cilat fëmia i vogël kap veshjen e qenit e fut në gojë, putrat. Tani sepse unë duhet të flas nga ana mjekësore, duhet të flas objektiv, para duke qëndruar në mes të dy anës së urrës, kështu që në këtë rast higjiena nuk duhet të harruar asnjëherë. Ti nuk e di sepse ai mund të ketë në gëzofin e vet një X agent që mund të jetë myk, që mund të mos ketë fare shenja klinike dhe fare mirë mund të janë gjithashtu dhe fëmijës, sepse disa sëmundje janë të transmetueshme. Por në momentin që janë bërë konsultat veterinare, janë bërë trajtimet veterinare dhe veterineri koncepton dhe vlerëson që është komplet i shëndetshëm, kjo risku është tejet i ulët, por përsëri higjiena duhet zbatuar. Shumë kujdes duhet patur tek fëmijët e vegjël ose të porsalindurit, të cilët nuk duhet të kenë aq kontakt me në atë moment ata nuk përfitojnë asgjë. Ai nuk e koncepton se çfarë është. Kështu që në këtë rast sepse ndonjëherë qoftë edhe një fije qime nga gëzofi mund të shkaktojë reaksione respiratore të tilla që mund të sjellë kolapse
ngushtim, një reakcion anafilaktik që mund të karakterizohet me ngushtim të bronkeve deri në asfiksie dhe deri në ndërhyrje të menjëhershme mjekësore, kështu që në këtë rast gabimi i cili nuk duhet bërë në marrëdhënie midis kafshës dhe fëmijës është higjiena dhe pikërisht trajtimet profilaktike të cilat qeni duhet të bëj tek veterineri përpara se të prezantohet drejt kafshës. Normalisht shumë prindër e dinë këtë pjesë. Në momentin që marrin një kafshë, gjëja e parë është të çojnë te veterineri, kontrolloje. Është mirë apo jo dhe kur ta prezantojmë dhe kur ta lejojmë fëmijën që të dhe e fundit nuk duhet të harrojmë asnjëherë që kryesisht këto nga gërvishtjet që mund të vinë nga thonjt ose jo kafshime, ndonjëherë mund të jenë duke luajtur, qeni luan. Po edhe nga macja. Edhe nga macja. Luajnë, bën sikur të kafshoj, por jo kafshimi plot asnjëherë, është lojë, është pjesë e lojës, sekundër ata luajnë me njëri tjetrin qend, mund të luajnë edhe me fëmijën, një kafshime të lehtë, por gërvishtjet apo qoftë edhe një çpim i vogël, shpeshherë mund të sjellë dhe infeksione. Kështu që në këtë rast këto lojra është e mira të shmangen, nuk ka nevojë që të luaj me duart në gojë të qenit, sepse ka aty disa, pavarësisht se tek qeni nuk shkaktojnë sëmundje, por ka disa baktere që janë pjesë e mikroflorës së kavitetit oral të qenit, të cilat mundet që të shkaktojnë infeksione tek fëmijët. Jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Fare mirë njerëzit më të rritur e kanë përjetuar ndoshta disa herë këtu përsëri për shkak të veprimit me instinkt të kafshës, të ndonjë kafshimi, se çfarë pasojash ka pastaj, madje edhe një kotel e vogël po të kafshoj dhe të jetë ndoshta me ngarkesë bakteriale pak më të rritur, për shkak të një infeksioni që mund të ketë respirator ose të gojës, mund të shkaktojë infeksione që mund të duan kura me antibiotik të zgjatura pastaj edhe në një javë. Kështu që asnjë nuk do të bëj gabim me higjienën apo me disa lojra të cilat mund të sjellin këto pasoja që unë thash. Dhe shumë e rëndësishme për ta përmbyllur te gabimet është që mos harrojnë të bëjnë rutinat. Rutina është ajo e cila do ta mbajë këtë marrëdhënie të shëndetshme. Sikundër e thash, në rast se lejojmë gjitha këto gabime dhe nuk kryejmë as rutinën e përditshme të shërbimit, asnjë vlerë do të kemi. Kafsha do të jetë edhe ajo në botën e vet, do t'i rritet aktiviteti që do të veprojë me instinkt dhe fëmia nuk përfiton asgjë. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur edhe tek diçka tjetër, por në këtë moment të shkputemi shkurtimisht për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Tani e ndjej si munda
Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë bisedën në ditën e sotme me mjekun veteriner Kristi Morava. Jemi duke folur për kafshët dhe në fakt është një temë shumë e gjerë, mund ta prekim në aspekte nga më të ndryshme. Unë sot kam dashur të fokusohem tek rëndësia të pasurit një kafshë shtëpiake dhe se si ndikon ajo në zhvillimin emocional, psikologjik, kryesisht tek fëmijët, por duhet të të pyes në këto momente nga përvoja juaj si veteriner. A keni ndonjë histori personale e cila tregon patjetër ndikim pozitiv të një kafshe tek fëmijët, sepse rastet konkrete janë gjithmonë edhe më tepër interesante, edhe për të ndarë me dëgjuesit. Normalisht mund të kem me qindra me mira raste të cilat mund të kem kaluar. Patjetër. Dhe ndoshta mund të mos i kujtoj të gjitha ose mund të mos kujtoj edhe ato që duhen tamam, por kanë qenë disa dhjetra në të cilat qëllimi pikërisht ka qenë që kafsha të siguroj të gjitha këto cilësitë e para që unë thash në fillim të intervistës kundrejt fëmijës. Kryesisht kanë ndodhur me raste të cilat kanë qenë fëmijë që kanë pasur probleme në zhvillim dhe ai kafsha shtëpiake në këtë rast që jeni macja kanë qenë dhe vazhdojnë të shërbejnë si katalizator në zhvillimin e tyre, por njëkohësisht dhe në stabilizues të themi të atyre problemeve të cilat ata mund të kenë. Kështu që shpeshherë ka disa raste të cilat unë ju kujdesem për kafshët e tyre, ku qëllimi kryesor është mbajtja për shkak të këtyre problemeve që përmenda, probleme në zhvillim të fëmijëve, apo me smundje të ndryshme, të cilat shpeshherë bëhen bashkëshoqërues dhe lehtësues në hallin që prindrit kanë, apo në s'mund ta quaj hall, po në atë fat të cilën duhet të përballen me fëmijë, me atë sfidë të jetës që duhet të përballen. Dhe kafsha në fakt është shumë ndihmuese në këtë rast. Kam pasur disa raste të cilat nuk absolutisht s'mund t'i përmend me emra, por patjetër nuk më intereson ky fakt, por thjesht dua ta marrim si. Kam pasur disa raste të cilat pa dashur të paragjykoj, por edhe me ato vështirësitë që jeta ju ka sjell ekonomike etj, kafsha ka qenë parsore. Kjo është më e rëndësishme se gjithë ne për fëmijën. Dhe jo vetëm për fëmijën, por kam pasur raste që kanë qenë dhe më të rritur. Adoleshent apo deri diku te mosha që mund të ishte, nuk e mbaj mend sa, po ka 25 dhe 30 vjeç, dhe ndonjëherë këta mi kanë sjell dhe vetë fëmia e ka sjell këta që po them 25 vjeç, s'mund të quaj fëmijë, po të rritur që me këto probleme të zhvillimit të tyre, dhe prindrit shpeshherë pastaj vetë fëmia ka dashur ta sjell. Dhe prindit më kanë thënë që shiko se vlera e kësaj është shumë herë nga ajo çka ne bëjmë. Kështu që në këtë rast kafsha dhe në fakt e çuditshme është sepse këtu hym dhe në çështje besimi dhe spirituale dhe nuk di si ta shpjegoj, por dhe kafsha është shumë herë më e ndërgjegjshme me këta fëmijë dhe me këtë grup të shoqërisë. Është e çuditshme se si ajo arrin të konceptoj apo të ndjejë energjinë që vjen. Dhe ndonjëherë ka pasur raste të cilat më kanë shoqëruar me një më kanë ngelur domethënë peng, më kanë dhënë nuk e di syt me lotë të tjera të cilat edhe kafsha ka ditur se si të sillet. Kështu që vlera në këtë rast kanë qenë disa raste, besoj një 3-4 të cilat unë i di, në të cilat vlera e kafshës është pikërisht për të ndihmuar fëmijën, ku 2 kanë qenë fëmijë dhe 3 kanë qenë në këtë grup moshën që unë thash, që ata të jenë më të mirë dhe të jenë të çlirohen dhe të lirojnë ndoshta ato ngarkesat psikologjike të cilat mund të kenë. Dhe kafsha vetë në këtë rast ka qenë shumë herë më e mirë, më e ndjeshme, me dashur kundrejt, kështu që jo rrallëherë këto histori më janë bërë pjesë të jetës time profesionale, më kanë dhënë një dëmshuri të jashtëzakonshme dhe një ndjesi që nuk di si ta shpjegoj, por që marrëdhënia midis fëmijës dhe kafshës në këtë rast është ajo çka përmbush vlerën e gjithë atyre që unë thash në fillim të intervistës, sidomos për këtë kontingjent popullsie e cila përballet me këto sfida që natyra Zotit, themi si duash, i ka sfiduar. Dhe janë një ndihmës e madhe sepse aty ata do të gjejnë një dashuri të pa kushtëzuar, nuk kanë
le të themi rrezik, nuk ndjejnë rrezik, nuk ndjejnë përgjegjësi, sepse në këtë rast nuk flasim për ato që folën pak më përpara, ata nuk kanë nevojë të bëjnë gjithë ato përgjegjësitë dhe të gjitha këto marrin më tepër benefitet. Më tepër benefitet dhe energjinë pozitive, emocionale, spirituale që kafsha ju jep. Kështu që kanë qenë disa raste dhe kjo është vërtet shumë reale në ditët e sotme. Edhe duke qenë se pak nga pak po mbrim në minutat e fundit bisedës sonë në studio, cili do të ishte një mesazh për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë moment, për gjithë dëgjuesit edhe në kuadër të gjithçkaje që folëm së bashku. Normalisht për të qëndruar temës në lidhje me marrëdhënien së kafshës dhe me fëmijët, gjithçka që ne folëm, pavarësisht se mund të flasim pafund sepse ka shumë informacion dhe ka shumë studime, ka shumë konceptime. Mund ta shohim në këndvështrime nga më të ndryshme, të vërtet. Normalisht është ajo çka për ta përmbyllur, unë dhe gjithë kolegët e mi ose kudo rekomandohet jashtë masë shumë marrja një kafshë për fëmijën, por njëkohësisht bashkë me marrjen e kafshës, e cila do të sjellë të gjitha ato vlerat që unë thash në fillim kundrejt fëmijës, duhet dhe një përkushtim dhe një ndërgjegjësim i familjes, i prindërve që kjo kafsha që do të merret, pastaj ndoshta gabimi i fundit që unë përmenda që bëjnë prindit është moszbatimi i rutinave. Do duhet pastaj që të përkushtohen edhe ata, kështu që marrja e një kafshë dhe mos kryerja e rutinave dhe e përgjegjësive normale dhe ditore që kjo kafshë kërkon, është se të mos kesh asnjë kafshë, është dhe mos përfitosh asgjë dhe madje mund të ketë efekte anasjellët. Kështu që marrja e kafshës është tepër ndihmuese në rritjen e fëmijëve, i bën të jenë të përkushtuar, por nuk duhet të harrojmë që në momentin që e marrim dhe e lëm aty pastaj nuk përfiton asgjë as fëmia dhe ai kthehet aktivitetit vet, dhe shumë e rëndësishme është që të dinë, të lexojnë, të pyesin se si mund ta perfeksionojnë marrëdhënien midis fëmijës dhe kafshës apo kafshës me fëmijën dhe kafshës shtëpiake me gjithë familjen. Kështu që në këtë rast falim, marrim dashuri me njëri tjetrin, ne i plotësojmë kafshës gjithë nevojat që ajo ka, ajo na plotëson ne gjithë këtë nevojën shpirtërore që ne kemi, sidomos kundrejt fëmijës, por asnjëherë nuk duhet ju shmangemi përgjegjësive pastaj dhe shërbimeve të nevojshme që këto kafshë kanë. Falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Ishte kënaqësi të ishim në një bisedë kaq të veçantë për të folur për këtë temë, e cila mendoj është shumë e rëndësishme për të trajtuar e për të përcjellë mesazhe edhe inkurajuese dhe ndërgjegjësuese për prindrit, të cilët ndoshta momentalisht janë duke menduar për të marrë një kafshë në shtëpitë e tyre dhe mbi gjitha për t'i ofruar një dhuratë të tillë fëmijëve. Faleminderit shumë edhe të përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Uroj një ditë mbarë në vazhdim. Ne përfundojmë bisedën tonë në studio në këto momente. Shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi së bashku pas pak për të vazhduar minutazhin e programit Muzik Plus.